shqiptar, a jena shqiptar! Na jena diaspor, na jena fol shqip show. Mirë ju përshëndesin nga show Fol Shqip. Njesh ma mirë se ku flitet shqip. Feja, besimi është i mrekullueshëm. Po çdo sa që shkon në ekstremizëm, si në politikë, si në fe, është e dëmshme për shoqërinë, për kombin tonë. Një model të leadershipit me emrin Drenica. A mundi më na tregu pak se çka është ky model? Thotë që ke vllavja ati profesorit rebel të Zvicrës, ai Kosovës kurti, e thirrën para prakisht më ardh edhe ato në atë konferencën shkencore. S'ka ka pa ardh. Ai frajer, do më homin ruteshat në qatë hotel ku ishim na. Bënu gati për një vrull mesazhesh poshtë. Po, jo hiç më Moment që kritikon krimin as për Kosovë. Nuk ka problem. Do më hom Deniz ti peglati kur dush edhe karate bëj. Sa potencial ka diaspora shqiptare për me zhvillu shqiptarinë ose kombin edhe apo kontribuojnë aq sa mund? Shumë marrësh ka. Gjithë interesuarit për historinë e Leonores të shkruar nga Zamfina Rexhaj, ja ku e keni vetëm mjafton mu fut online. Erdhi ajo ditë që gjithë familja e priste. Të merrnim udhë një herë në vit, se Kosova na thërriste. Shumë orë kishin kaluar, lodhjen e rrugës e dorova, po prap isha e gëzuar në momentin kur familjen tem e përqafova. Pa ta gjeti burr për mes këtij emisioni mu knash nona, se thot nona u lodhej çikte puna, u lodhej të shkruaj libra. Martovat, ka thonë nona martove? Po, ambeson. Fol Shqip. Çdo të shtunë, duke filluar nga ora 20 në Radio Televizionin 21.